Ajo që unë kam parë, të paktën dhe që kam ndjekur, është që është hap çështja në Amerikë. Çështja me Gonigal. Por ditë them vetëm kaq që Ramën do ta rrëzoj nga pushteti vetëm tash unë do marr faktorin e brendshëm. Jo të jashtëm. Vetëm nëse organi akuzës do t'i ngrej ose do të nxjerrë në dritë akuzën e të vllajt. Olsis. Dhe po ta veni re, kthehemi prapë kjo pjesa tjetër. Po ta veni re, as një miting, as një debat, as një gjë, Olsi Rama nuk është përmendur në fushat elektorale. Nëse Spaku, pra organi akuzës, do hapi dosjen e Olsi Ramës, jeni bindur që Olsi Rama përfundon pas hekurave dhe Edi Rama jep dorëheqje. Vetëm kjo është mënyrë. Nëse ata të Spakut nuk kanë ngjenë në fije punëja, nuk di çfarë të them. Janë aq trima. Domethënë sa të bëhen për vendin, se kjo nuk është personale, kjo nuk është gjë personale, kjo është të bësh një të mirë për vendin tënd. Largimi i Ramës nuk është personali imi, dëshira ime personale. Unë them është fatkeqësi kombëtare. Pra nuk e kam personale. Se mua personalisht nuk ka çam bën. Por që është fatkeqësi kombëtare, është fatkeqësi kombëtare. Edhe tashti i vetmi mekanizëm, jo për ta goditur pa drejtësisht, nuk jam për të goditur asnjë pa drejtësisht, por për ta goditur në mënyrë të drejtë për drejtë, është dosja e vllajt. Xibraka që quhet. Nëse Spaku hap dosjen Xibraka, atëherë kemi një mundësi. Spaku jep shansin Shqipërisë për t'i bërë nder Shqipërisë. Shqipëria ka dhënë shansin, ata tash duhet t'ia kthejnë në nder Shqipërisë. Janë njerëz që marrin nga 7.000 euro rrok në muaj. Nuk më intereson se u arrestu ky, u arrestu ai. Mu më intereson që Spaku të bëj drejtësinë në majat e saj. Jo në pjesën e fundore, por në maja. Qofse godet maja, dakor. Qofse Spaku godet presidentin se ka firmos Pelionin në Saran, jam dakor. Qofse godet kryeministri, jam plotësisht dakor. Ta godasit dhe Berisha, jam dakor. Por të gjithë jo hakmarrje politike, me drejtësi, me fakte. Skaj, sepse vetëm po të veni re, Rama thot të guxoj Spaku, ja ka thënë para fushatës që të vit marrë telefonin tim. Pam. Thot që ky ka 84 mandate. A do guxoj Spaku t'ja marrë telefonin? Nuk po e paragjykoj. Nuk po them as po as jo. Por do ta shoh. Po jo ta shoh pas 20 vjetësh. Ta shoh. Po të them edhe mërna javës. Do jeti zoti mas certifikimit të këtyre zgjedhjeve. Do jeti zoti Spaku të kapi vjedhjet që janë bërë. Por dosja Xibraka që është në tavolinë. Ajo, aty pastaj nuk kam çfarë të them aty. Aty e ka vetë direkt në dorë ai prokuror që e ka. Dhe dosja Xibraka është një nga dosjet më sepse ajo që është bërë, që dosja Xibraka është se nuk e kanë bërë shqiptarët. E ka bërë Gjermani. Me Gjermani kur erdhi me arrestu, tradhtu, këtu ka element sa dush. Pra ta gjenë. Gjermanin e kanë, mund bëjmë bashkëpunim, kanë mundësi bashkëpunimi. Dosje ta u jota jarisht. Nuk është vetëm prokurori, që është arrestu apo avokat. Pre që janë koka. Lul Basha ka dalë në parlament, ka thonë që po vjetë ta u jota. Apo ky Balla. Janë fakte konkrete. Dhe unë jam për ato që është konkrete. Ajo që bën mu. Por, nëse Spaku, Belinda Balluku e arreston detyrë, atëherë Rama jep dorëheqje. Po qofse
i thot Ramës hiqet ti, pushohet ti, zëvendësohet ti, se pastaj ta arrestoj unë, kjo është marrëveshje nëpërmjet palëve. Ktu s'ke gjë në terezi pastaj. Ktu është gjithë filozofia. A arrestohen detyrë këta? Problemi është ta arrestosh në detyrë. Se kështu masi heq nga detyra ai del qytetar i thjesht, nuk ka më peshë, nuk ka më vlerë. Janë vjedh fondet e Bashkimit Evropian. Aja Krifca e mori e boni sekretari atje. Pra, këta nuk shkon me arrestu në detyrë. Ke vjedh fondet me mu. Sa gjasa ka që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe SPAK-u këtu të hapin dosjen e Charles McGonigal, ku dyshohet se i përfshir edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama? Rama nuk dyshohet i përfshir. Rama është i përfshir. Se ka dal emri. Nuk është se po aludojmë. Pra ne thash që SPAK-u e ka në dorë. Nuk është se aludojmë. Është vendimi i McGonigalit që ka dal emri Ramës. Ka dal me emër konkret. Pra ne them, nuk është McGonigali ka mbyll çështjen e vet. Pra është dënu për gjën e vet. Pranoi atë çfarë pranoi dhe u dënuai sa u dënu. Ndërsa Rama është i përfshirë. Tashti, kur e ka Amerika, por unë them më tepër do ta ketë SPAK-u se sa Amerika. Amerika nëse do ta ketë, do ta marrë, do ta çojë në Guatemala Ramën pastaj. Për spionazh. Dhe kur e hap ajo, nuk e di, nuk jam që flas me UFO-t e ta di se ç'a menon Trumpi. Këtë nuk e di. Por në logjikën është kjo, që vendimi që është dënuar McGonigali është emri Ramës konkret. Jo me aludime, por konkret. SPAK-u e ka. Ta marrë SPAK-u ta hetoj, dosjen e ka aty. Se bën, atë se di. Amerika, kur do e bëj? Këti, unë nuk shti falë, do më dhënë ta kuptoj se kur do e bëj, këtë nuk e di. Por, që është i përfshirë në një kategorike, po. Dhe dy herë që unë nisë, për të vajtë në Amerikë, dy herë unë dalu, dy herë nuk shkoj. Po ti ishte ashtu të shkoti. Edhe para fushatit do shkoti. Pse nuk shkoj? Unë nisë dhe shkoj. Pra jo po thoni që është... Pra jo po thoni që është i izoluar ndërkombëtarisht. Ndërkombëtarisht Rama është i izoluar. Rama edhe këto që bën pikërisht për të bëhat e foton me çunën e Trumpit për t'i treguar që dëgjoj unë jam më duan, më bëjnë njërin tjetër, por ndërkombëtarisht Rama është zero. Është zero. Është i bllokuar total. Nuk lëviz dot Rama. Mos e shihni se lëviz si kryeministër. Se normal ku thirrë Shqipëria do shkoj kryetari i shtetit ose i qeverisë, se nuk do shkoj unë as ti që ta përfaqësojmë Shqipërinë. Kuptohemi drejt. Dhe në marrëdhënie shtetërore ata pastaj është gjë tjetër. Por unë në mënyrë individuale është i përfshirë sepse është raportet BE-s, raportet e Departamentit të Shtetit janë të zeza dhe janë pikërisht për Ramën, për qeverinë. Nuk janë për mua. Ç'a të them?